Shqipëria dhe Serbia luajnë në Tiranë më 7 qershor për grupin K kualifikues në Kupën e Botës. Sfida veçana sportive mbarte dhe emocione politike për vetë historinë mes popujve. Nga ana serbe duket se ekipi rivalit tanëve nuk është në ditën më të mirë dhe qetësia mungon në grup. Teksa trajneri Dragan Stojkovic ka shpërthyer në konferencën për mediat duke kërcënuar me dorëheqje pasi u akuzua për afrimet e bëra në grumbullim. Dragan Stojkovic foli për pritshmëritë nga ndeshja kundër Shqipërisë, e cila u shpall një ndeshje me rrezik të lartë, por më shumë foli për vendimin për të mos llogaritur në ekip Sergej Milinković-Savić dhe zvilar të Ramos. Trajneri sheh sfidën vetëm në aspektin sportiv. Asgjë nuk na tensionon dhe mesazhet nga tifozët, deklaratat e lajthitura të disa të çmendurve që duan të krijojnë një gjendje lufte, shton trajneri serb. Problemi është mbi zvilarin, jo mbi mua. Mos prit që dikush të shkojë në Rom, unë mund të ha drek një kafe ekspres të shoh një ndeshje, por nëse shkoj ti lutem dikujt, kjo nuk do të ndodh. Jo zvilari, por kushdo qoftë. Ka bërë një gabim në hapa, është faji yt shkëlqyeshëm, gjithë të mirat. Të gjithë kanë të drejtë në lëvizjen e tyre, varet prej tij të pranojë nëse ka dëshirë të mbrohet. Ai tha atëherë se donte t'i përkushtojë klubit të tij, donte të përshëndrohej në këtë. Ai shfrytëzoi shansin e tij dhe jam shumë i lumtur për këtë. Jam unë problemi i këtij ekipi, po jap dorëheqjen menjëherë pas kësaj konference, vetëm që ta dini. Ndoshta jo menjëherë, por nesër, nëse kjo është e vërtet, nuk mendoj se kjo është e vërtet. Këta janë lojtarët që panë se nuk kishte vend dhe pastaj thanë, po them lam të mirë. Ekipi ndryshon. Ju i thërrisni lojtarët sipas meritave të tyre. Ekipi ndryshon, lojtarët thirren sipas meritës. Mendoni që Lazovic nga Verona, që çdo vit lufton për të mos rënë nga liga, është ajo që i duhet Serbisë? Dmitrovic, portier i shkëlqyer, por vendosa për Petrovic. Kam gabuar? Jo, nuk e kam bërë. Dhe cili është problemi? Dmitrovic është i zemëruar, edhe unë jam i zemëruar që nuk e fituam ndeshjen kundër Slovenisë. Përmendet Radonjić. Cili është problemi? Nuk e dua. Nuk më duket simpatik, nuk më pëlqen modeli flokëve të tij. Ai po e shkatron veten, po e shkatron Zvezdën, po e shkatron përfaqësuesen, ose po vetë shkatrohet. Ky është problemi i tij dhe doni të më thoni që e meriton të jetë në kombëtare. Si të ishim të gjithë të çmendur, po flas hapur, për disa lojtarë nuk dua të përmend emra. Ajo që luajnë nuk ka lidhje me realitetin. Çfarë ofrojnë që të jesh këtu? Në bazë të çfarë? Unë tani therras Radonjić dhe më pyesni pse e thirra. Çfarë të them, Tjuginej? E dini, ai sprinti kundër Stuttgartit nuk luhet për një sprint. Tifozët 2 milion më kanë thënë se janë të interesuar për t'i zënë. Stadiumi do të ishte aq. Sfida në Tiranë, ndeshje e jashtëzakonisht e rëndësishme për ta dhe për ne, por është thjesht një ndeshje. Ata janë miq tanë të futbollit, ne shkojmë ekskluzivisht për sport dhe për të parë se kush është më i miri në fushë. Asnjë tension politik dhe mesazh nga tifozët, deklarata të lajthitura të disa të çmendurve që duan të krijojnë një gjendje lufte. Ne nuk jemi të interesuar për këtë dhe nuk do të jetë kështu, tha trajneri i Serbisë, dukshëm nervoz para ndeshjes me Tiranën.